Një vit e gjysmë më burg, kjo është kërkesa e SPAK për kryetaren e Bashkisë së Roskovecit Majlinda Bufi, e cila akuzohet për përdorimin e funksionit publik për veprimtari politike ose zgjedhore. Për shkak të gjykimit të shkurtuar, dënimi kërkuar ulet në një vit dhe kryebashkiakja e socialistëve nuk rrezikon të shkojë në qeli për shkak se në përfundim SPAK kërkoi pezullimin e dënimit dhe lënien e saj në shërbim prove për 2 vjet. SPAK e akuzon Majlinda Bufin se ka përdorur detyrën për ndikimin e vullnetit të qytetarëve në zgjedhjet e 14 majit 2023. Konkretisht, hetimet janë kryer pas publikimit të një videoje ku kryebashkiakja pretendohet se kërcënoi një sanitare e cila kishte marrë pjesë në një miting. Majlinda Bufi ka këmbgulur se nuk ka kryer asnjë vepër penale, duke pretenduar se ngjarja ka ndodhur shumë më herët sesa zgjedhjet e 14 majit. Sipas kryebashkiakes, ajo nuk e ka kërcënuar sanitaren dhe as nuk e ka larguar nga puna.